Uragani Melissa godet Kubën pas Jamaikës. Uragani Melissa ka goditur Kubën këtë të mërkur me një stuhi që sipas ekspertëve i përket kategorisë së dytë, duke bërë këtë një nga uraganët më të fortë të Atlantikut të regjistruar ndonjëherë, ndërkaq që është raportuar në Jamaika se një anije ka dalë në breg ditën e djeshme për shkak të erave maksimale 295 km/h. Gjithashtu mësohet se ka ndodhur dëmtime në perëndim të ishullit, duke përfshirë këtu një stacion lokal radio. Ky uragan nga ana tjetër ka prekur provincat Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin dhe Las Tunas të Kubës. Ecuria e Melisës tashmë ka arritur në 70 km në veri perëndim të Guantanamos në Kubë dhe 335 km në jug të Bahamas. Qendrore autoritetet kanë thënë se rreth 735.000 njerëz mbeten në stre në Kubën lindore. Melissa është shkaktare për 7 vdekje në Karaibe, përfshirë 3 në Jamaica, 3 në Haiti dhe 1 në Republikën Dominikane, ku një person tjetër mbetet i zhdukur me styre dhe një fosh.